retorika që bëhet, unë për mendimin tim, me aq sa kam studiuar unë këtë shkollën që kam bërë, është e gabuar. Pra në shkenca komunikimi që këta gjithmonë realiteti i këtyre pra i Partisë Demokratike është realitet humbës. Edhe kur dalin retorik përpara opinionit publik që me thënë si ti thuash, ore ne s'kemi çfarë i bën tani se ky na vjedh, ka banda, po e kanabizoj, po këto të tjerë. Anëri, më lejo të të them që ju thatë që mund të bëni denoncime. Unë jam një nga ato që kam bërë denoncime në SPAK dhe kam denoncuar pa mu dritur qërpiku bandat kriminale, kryetarë bashki, funksionarë të ndryshëm. Dhe për hirtë se vërtetës, më lejo të të them që SPAK-u ka vepruar 2 muaj pasi kanë mbaruar zgjedhjet. Më falë, më thuaj mua si mund t'i luftoj unë bandat kriminale, Anëri, më thuaj të lutem, si mundet unë tashmë të lutem, si mund të bëj unë fushat për balë bandave kriminale, të Shkozetit, të Shijakut, të Durrësit që dihet që është interesi më i madh se kemi portin. Dhe në historinë e portit ju e dini që është një ndër histori dhe një nga temat më të nxehta për momentin, ku thuhet që është i përfshirë edhe vetë kryeministri e tjerë. Pra, në interesa kaq madhore. Më thuaj një vit ku bandat kriminale nuk kanë punuar. Më falë. Po bandat kriminale kanë arritur që të kërcenojnë edhe kandidat për deputet në zonën e Durrësit. Po, kjo është e rëndë, besoj. Po, ne nuk mund të themi se këto nuk funksionojnë. Në çdo pas zgjedhje ka pas problematika të mëdha. Jo si në këtë zgjedhje. Unë jam 4 fushata, por nuk kam parë. Më falë, ushtarët e bandave kriminale që të dalin hapur dhe të bëjnë fushat, si këtë zgjedhje unë nuk kam parë asnjëherë.